Dita e planetit Tokë është shënuar edhe në Tetov me aktivitete të ndryshme. Kësaj, Këndi Amerikan bashkë me sektorin e arsimit të komunës së Tetovës, Universitetin Shtetëror të Tetovës, Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov dhe shkollat fillore të mesme të Tetovës, organizoi shëtitje me biçikleta në rrugët e Tetovës. Sot shënojmë ditën e planetit Tokë, në bashkëpunim me komunën e Tetovës, Universitetin e Tetovës dhe Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Gjithashtu, këti aktiviteti janë bashkuar edhe shkollat e mesme të Tetovës. Qëllimi kryesor i këtij aktiviteti është për të kontribuar për një ambient më të pastër jetësor, edhe të ngrem, domethënë, të japim mesazhe porosi që tetovarët, si studentët, nxënësit, edhe të tjerët që të i shfrytëzojnë sa më tepër biçikletat për çdo ditë, jo vetëm për ditat kështu të veçanta. Prandaj sot për herë të parë bëjmë edhe një shëtitje edhe brenda kampuseve universitare, si në Universitetin e Evropës Juglindore, ashtu edhe në Universitetin e Tetovës. Në vazhdim e aktiviteteve të përbashkëta që kemi me Këndin Amerikan e Tetov, është edhe aktiviteti i sotshëm që është tur me bicikletën nëpër qytetin e Tetovës. Me këtë dëshirojmë që të japim një impakt pozitiv për rinin tonë, për qytetin tonë dhe për zhvillimin e mbijatshëm të shoqërisë tonë. Motoja e kësaj është që vetëm me aktivitete të përbashkëta sportive, me aktivitete që janë të destinuara për shëndetin e nxënësve, për mund të kemi një rinie të shëndoshë, sepse vetëm në trup të shëndoshë mund të kemi edhe tru të shëndoshë. Në ndërkohë, ky eveniment është përkrahur edhe nga lëvizja Eko Guerilla, për nga theksojnë se tetovarët në mungesë të interesimit të shtetit për të pasur ajër të pastër duhet që më shumë të shfrytëzojnë biçikletat. Siç e dini, lëvizja Eko Guerilla prej kohësh ka 3 vite që ngre zërin për një ambient pastër dhe një nga kushtet për pas ambient pastër është që trafiku i veturave të ulet. Siç e dini, Tetova është një katrahur pa pame me trafik veturave dhe promovimi i biçikletës si mjet, po ashtu është një imazh edhe për një qytet urban. Siç e dini, Tetova nuk ka trafikun urban me autobus, duke pas parasysh se kjo qeveri mafioze ndau 51 milion euro për autobuset urban në Shkup, ndërsa në Tetov kemi 0. Shëtitja e cila u organizua me rastin e ditës së planetit filloi nga Këndi Amerikan përmes rrugës Ilinden deri te rrethrrëtullimi i Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov dhe sërish janë kthyer në qendër.